nuk është mirë me djeg as Koranin, as Biblën, as një libër i shejt që është, sepse ato janë mendime të lira të njerëzve. Mendoj se feja është diçka e lirë, diçka që e merr masi të lind, se të lind shqiptar, feja zgjidh sipas dëshirës, andaj nuk është më mirë me prek dikon aty ku në ato që beson. Të dojnë njëri tjetrin, bashkëpunojmë me veti, të respektojmë ato fetë që i ka populli shqiptar. Përshëndetje ndërëm. Përshëndetje. Si je? Mirë, përshëndetje. Po kalon? Mirë. Me hallën me derë? Mirë, përshëndetje. Mirë, faleminderit. A keni dëgjuar që para 2 ditëve në Gjakov është djegur Kurani? Po, e kam dëgjuar, e kam pa në rrjetet sociale. Nuk më ka ardhur mirë pasi që nuk është mirë me djeg as Koranin, as Biblën, as një libër i shejt që është, sepse ato janë mendime të lira të njerëzve. Andaj nuk është mirë. Mirë, po nuk është mirë as me botë madhe këtë punë, pse e kanë djeg tash me shkaktu përçarjen ndër me veti. Na dihem që jemi popull me 3 fe. Andaj edhe duhet mi pasha ato sen. A do të thosh më shumë politik jo? Unë mendoj që është propagandë propagandë anti-shqiptare. Unë mendoj se feja është diçka e lirë, diçka që e merr masi të lind, se të lind shqiptar, feja zgjidh sipas dëshirës, andaj nuk është më mirë me prek dikon aty ku në ato që beson. Pse më ardh deri këtu, domethënë djegja Kurani? Po ne dim që këto punojnë shumë shërbime të huaja. Andaj edhe këto sa ne bën që me shkaktu vllahrasin ndër veti. Mirë, po edhe na si musliman nuk vijnë me i fajsu, nuk i fajsojnë, po me i fajsu ose me dyshu vëllezërit tanë që kemi shqiptarë katolik ose ortodoks që e kanë bërë. A duhet me pas për këto persona me pas domethënë një dënim që nëse deri çaty vjen? Është gjë normale që do të më dënu. Do të më dënu se ajo është për dënim. Mirë, po do të më respektu gjakun ton, gjaku që jo del për liri, është del për këmbë, edhe ato të kanë dhënë jetën si shqiptar musliman, si shqiptar ortodoks apo ashtu edhe të krishterë. Një mesazh lidhur me këtë temë që na i diskutojmë. Mesazhi është të dojnë njëri tjetrin, bashkëpunojmë me veti, të respektojmë ato fetë që i ka populli shqiptar. Kjo është mesazhi jonë. Jo përçani se Zoti me dashje ju jep jetë ose vetëm muslimanë, ose vetëm të krishterë, ose vetëm ortodokse. Ai për ata ka kriju popull të ndryshëm, raca ndryshme dhe fetë ndryshme. Ato janë për më respektu, jo për më injoru ose për përçani. Faleminderit shumë që ishe pjesë e historisë.